Rikthehemi sërish në studio, do të flasim në këto momente për Ballkanin, do të fokusohemi kryesisht tek Bosnia, por edhe tek Kosova. Drejt për drejt do të më bashkohet Vudi Gjumshiti, analist gazetar. Vudi, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit që më keni këtu. Vudi, gazeta britanike dhe Telegraf ka bërë një investigim të gjatë dhe ngresh shqetësime përsa i përket nacionalistëve etnik serb, cilët po përgatiten për një konflikt të ri të armatosur në Bosnjë. Se qëndron ky rrezik? Rreziku është permanent, rreziku është shfaqur që nga fillimi i administratës së presidentit Biden me sekretarin Blinken, kur ata kanë filluar të zbatojnë një politikë toleruese kundër sesionistëve serb dhe ekstremistëve serb në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ata madje aq tepër e kanë toleruar një politikan të stolisur me çmime nderi politike nga Kremlini zyrtar siç është Milorad Dodik, saqë Dodik ka arritur të bëj edhe të kontraktoj edhe familjar të ishte dërguarit të posaçëm të presidentit Biden, zotit Escobar, për negociata Prishtinë-Beograd, të cilët kanë lobuar për interesat e Dodikut në Washington që ta normalizojnë mentalitetin e tij politik, që faktikisht edhe strategjinë e tij politike që ishte pro-Kremlinit dhe drejt një çarje të arkitekturës e sigurisë së Ballkanit Perëndimor, gjë që ka rrezikuar edhe Kosovën vazhdimisht. Gjetjet tona ulëmtuese që u botua në prill të vitit 2024 qua në shkarkimin e ishte dërguarit Escobar, i cili ishte i përfshirë në këto operacione politike të cilat po e rrezikonin arkitekturën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe gjërësisht në Evropën lindore. Moska zyrtare vazhdimisht ka rekrutuar të rinj serb për të luftuar në luftën e saj në një përpjekje për ta pushtuar të gjithë Ukrainën në Ukrainë, dhe ajo ka qenë aktivitet krejtësisht i hapur. Qendra rekrutimeve të serbëve është e hapur në Beograd, që njihet si qendra kulturore Wagner, nga korporata private e ushtarëve të rinj që quhet Wagner dhe që ishte udhëhequr atë botë nga Prigozhin. Presidenti serb Aleksandar Vučić vazhdimisht ka zbatuar politika të tilla në Serbi, madje kemi edhe qendrën më të madhe të spionazhit rus në kontinentin evropian që operon si qendër e fasadua si qendër e humanitare në Nish. Ajo që është më e tmerrshmja dhe më shqetësuese gjithashtu është që edhe Tirana zyrtare disi është e bashkëlidhur në ndo operacione të favorshme për interesat e Kremlinit zyrtar, duke toleruar gjithë operacionin klandestin dhe ekstremist të Serbisë, madje dhe sipas gjetjeve tona ulëmtuese të fundit që kemi botuar me 1 dhjetor, ne kemi gjetur dhe dyshime të bazuara që Shqipëria zyrtare mund të jetë pajtuar me Serbinë për ta përdorur territorin shqiptar në mënyrë që të kontrabandohen armet serbe për të futur në Kosovë, që Serbia të nxjisë një luftë kryengritëse të armatosur kundër Republikës Kosovës. Kjo nuk është domethënë rasti izoluar vetëm në Bosnjë dhe Hercegovinë. Vudi, sa të bazuara janë të gjitha këto informacione? Sa të bazuara janë këto informacione dhe të besueshme? Redaksia jon i ka marrë informacionet në korrik të këtij viti dhe gjykuar nga burimet e këtyre informacioneve, ne ju besojmë plotësisht. Mirë po, jemi përpjekur që të nxjerrim dëshmi evidentuese për ta dëshmuar pretendimet gjetjet tona pretenduese. Dhe në muajin nëntor kemi pasur raste ku armë të prodhuara dhe të transportuara nga Bosnja dhe Hercegovina, të cilat kanë dalur nga Bosnja, janë hyrë në Maltezi, nga Malizi kanë hyrë në Shqipëri pa u detektuar dhe kanë dalur nga Shqipëria në një përpjekje për të hyrë në Republikën e Kosovës, ku janë kapur nga autoritetet kosovare. Domethënë, kjo është një tregues jashtëzakonisht shqetësues se si është e mundshme që armë të rrezikshme për të organizuar operacione terroriste dhe të armatosura kryengritëse kanë arritur me sukses të dalin nga Bosnja, të kalojnë në Maltezi, të kalojnë në Shqipëri pa u hetuar dhe të kapen në Kosovë në përpjekje për të hyrë atje.
Ndërkohë që ka dëshmi se edhe në Republikën Srpske është përdorur si bazë trajnimi për luftë hibride. Qëndron kjo sa qëndron kjo informacion? Ajo është e vërtet edhe redaksia jonë gjatë veprimeve tona hulumtuese ku jemi përpjekur për të kuptuar lidhjet e disa prej diplomatëve perëndimor të cilët ishin të korruptuar dhe të lidhur me interesa serbe, përfshirë edhe Richard Grenell, ish drejtorin e inteligjencës, drejtorin e inteligjencës administratës e parë të presidentit Trump, gjithashtu në përpjekjet tona për të hetuar lidhjet e ish të dërguarit të shkarkuar të presidentit Biden, zotit Escobar. Ne kemi vrejtur veprimet të tilla dhe kemi mbledhur dëshmi. Mirë po, me sa duket, gazeta Telegraf ka arritur më parë se ne që t'i konfirmoj ato dyshime dhe prandaj edhe ka ndalur me artikull në ditën e djeshme. Sa rrezikon Kosova në këtë situatë, veçanërisht tani kur është edhe në prag zgjedhjesh? Kosova është absolutisht e rrezikuar, tash më shumë se 10 muaj partitë opozitare e kanë mbajtur peng Kosovën, duke e penguar për të konsoliduar institucionet e saj të pavarura, të dalura nga vota e lirë e zgjedhjeve të shkurtit. Nuk e dim, nuk kemi ndonjë shenjë konkrete se partitë opozitare janë të interesuara të zgjidhin problem apo të ndihmojnë në konsolidimin e institucioneve të Kosovës në zgjedhjet e dhjetorit. Ajo që ka bën këtë situatë edhe më të rrezikshme, ajo që ka bën Kosovën edhe më vulnerabël, është fakti që shteti am i Republikës Kosovës, pra Republika e Shqipërisë, qëndron e bashkërënduar plotësisht me Beogradin zyrtar agresiv kundër Kosovës, duke i favorizuar operacionet e tyre politike në interesat të Kremlinit. Si që thashtë edhe më herët, gjetjet tona hulumtuese të Gun Powder Chronicles të botuar në dhjetor të këtij vitit e zgjojnë edhe më tepër shqetësimin për sigurinë e Republikës Kosovës, duke qenë se ne kemi hasur në gjetje të bazuara se Republika e Shqipërisë mund të jetë e përfshirë në një operacion me Beogradin zyrtar për ta toleruar atë që të kontrabandoj armët nga Bosnia në drejtim të Kosovës duke përdorur territorin shqiptar, siç edhe ka ndodhur që armët e prodhuara në Bosnjë të ardhura nga Bosnja janë kapur nga autoritetet e Republikës Kosovës në përpjekjen e tyre për të futur në Kosovë. Sa e brisht është situata në rajonin e Ballkanit dhe sa e brisht është vetë rajoni për të përfshirë në një tjetër konflikt? Situata është absolutisht e brisht. Ka vite që Republika e Serbisë me operacionet e saj të përbashkëta me Kremlinin zyrtar është duke punuar vazhdimisht për të korruptuar diplomat, për të korruptuar politikan, për bler parti politike, për bler media. Pra siç e dim, një pjesë e madhe e mediave të Shqipërisë luajnë një strategji editoriale armiqësore kundër interesave të shteteve të cilat janë të bashkërënduara përmbajtësisht me vlerat demokratike dhe demokracitë perëndimore. Njëjtë kemi edhe në Republikën e Kosovës, një pjesë e madhe e mediave private janë të bashkërënduara me diskursin e tyre politik pro-Beogradas në një përpjekje gjithashtu për ta minimizuar rolin e Beogradit në operacione destabilizuese, si dhe entitetet politike që në këtë rast e kemi, siç e thash edhe më herët, Tiranën zyrtare, zyrtarisht të përfshirë në një operacion të mbështetjes së Beogradit zyrtar në operacionet e tyre politike për ta destabilizuar Ballkanin në mënyrë që sipas asaj çfarë ne kemi dëgjuar, parë dhe evidentuar, ata e kanë një përpjekje të tretë për ta krijuar Serbinë e madhe, duke qenë se tani më kanë filluar të flasin dhe organizojnë edhe mitingje në interes të asaj që ata e quajnë bota serbe. Roli i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si do të cilësojnë në gjithë këtë situatë? Gjykuar nga ajo çfarë është botuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës tani me si strategji e sigurisë kombëtare, ajo strategji është jashtëzakonisht për të shqetësuar, duke qenë se përveç që planifikon të shkëputës një numër shtetesh që janë anëtarë të BE-s në një përpjekje për të bashkërënduar me politikat e jashtme amerikane, të cilat politika e jashtme janë pro-ruse, siç e ka konfirmuar edhe Kremlini zyrtar, mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm, por dhe shqetësues nëse veprimet e tyre strategjike të politikave të jashtme janë në kundërshtim me interesat tona shqiptare. Gjithashtu, sa i përket BE-s, duket që BE-a është e vendosur, janë duke armatosur dhe të përgatitur e mobilizuar për të ndërtuar një barierë rezistence kundër një politike të tillë, kundër një strategjie të tillë,
e cila sipas interesave të Kremlinit dhe tani më të deklaruar dhe nga Washingtoni zyrtar, është një strategji politike përpjekse për të ndryshuar vijat e hartave në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. E qartë, Vuti, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ju lutem shumë, faleminderit për ftesën.